Nuk na takon neve as me përmend këqijat babës. Nuk na takon neve as me shku me anku të tjerë për të këqijat e babës. Mos u sill keq ndaj prindërve tu. Të urdhërojnë me lan familjen e me lan shtëpinë. Tash Allah babën ta ka marr. Unë të keq të Zot. Aba halal. Unë të keq të Zot. Qysh nuk shkon njëri në varr babës, në varrim. Baba nuk des 2 herë, des 1 herë. Babës do të më shku në varrim. Prezident me lip halalin babës e vorri. Se etnin, s'ka mundësi më të përgjigj. E pendoft të Allah, tash të kam vetë më pendu të Zoti, baba shku, më pendu të Allah. Nuk më vjen mirë. Kur dikush let keq, madje shumë keq, për babën. Edhe pse baba është njëri, mund t'jetë i keq, mund t'jetë dallavergji, mund t'jetë i padrejt. Plot baballar, prind, ka që janë të padrejt. Sa të dush. Anon nga njëri djalë, e nga tjetëri jo, apo anon nga njëri më shumë, nga tjetëri më pak. I jep qëtë njërit pasuni, tjetërit nuk jep. I jep njërit hise më shumë, tjetërit më pak ose heq. Padrejtësi jo kjo. Pra ka prind, por nuk na takon neve si fëmijë, e tana jena kemi prind tana, se ne s'kemi lind pa prind, me prind kemi lind. Nuk na takon neve si fëmijë të mirë, nëse jena të mirë, që të bina nivel në asaj të keqës nëse baba është i keq. Apo të keqen babës e këthina me të keq. Nuk na takon neve. Nuk na takon neve as me përmend këqijat babës. Nuk na takon neve as me shku me anku të tjerë për të këqijat e babës. Përpos, nëse ankohem dikun që me shpresë ai ka me shku të baba, e mi fol, se ka e rane, ka mika, shkon fjale tina. Për ndryshe, nuk na takon. Në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thuhet wala ta'uqan walidayk wa in amarak an takhruja min ahlika wa malik. Mos u sill keq ndaj prindërve tu. Edhe nëse të urdhërojnë me lan familjen e me lan shtëpinë dhe pasuninë. E që mi fjallorin ton, nëse prindit qëtë në sakak, me dur në gjepa, thot, prap se prap, mës ja kthe prindit me të keqë. Kjo është rregull shariatik. Tani prindi, për keqësjelljen e tina, për e tjerë, ka kështu llogarit ato. Por ti nuk mundesh me llogarit. Madje ti nuk gëzon ja kthy të keqen, nuk gëzon as me nënçmu, por dohet me respektu. Nuk është lehtë me kanë djalë i mirë që respekton të prindrit. Është lehtë nëse ata dy janë me laçe, janë të bekum, janë i vlijat Allahut, janë gojë amel, janë mjal, janë të meqëm, janë dishëm, janë tort, janë të devotshëm. Ati nuk i që me kanë dhe i tina mirë heq? Sigur se dikush për shkak me thonë nuk më qyrë babën tanë. E kjo qyrë babën tanë? Po shumë mirë. Pat nevoj babajt për lektu, jo kur pybe. Pat nevoj babajt me pastrut në herë, jo kur Allah s'ka pas nevoj heq. Pat nevoj babajt në herë për ty me janë gjitë dorën me ka bequ të mije, ka me shtrenë spitala, jo kur s'pat nevoj heq. Tani, qa ke boti babë? Qa i bane babës? Qka bane për babët? Qa vëllivdohesh babë? Qa vëllivdohesh? Jo. S'kisha me tha ka më këshirë babën, që qysh deshtë në ryshe? Mas deshtë në ryshe të më kapë stucin me ra babësa? Qysh deshtë? E cilët baba sa të dënë keq. Pra, kur është një njeri mirë, s'kisha me tha në bona sabër. Sabër është me një babë cili është i smut 10 vjet i paralizum. 7 vjet nana paralizuar, babë paralizum. Ose, nuk është e paralizum i trupit, po trunin. E ka, shëtë popull, dalash e ka kryt e ka dalash, ngërih prap.
Kej dyja janë kitan, këngërin kitan. Është me dëru ata. Dyja është me dëru. Po me thonë, alhamdulillah, kur për jetë nuk i bi pishmani që e këm babë. Po më vjekesh që tjertë. Po me fëndën për ani tem, e me mujtë më smilan tjertë më prejkë në babën tem. Se s'prejkë në babë. E nja, Zoti ka dhonë që ka që. Zdim më shumë. Ose kërë s'ka pasë bëllë si duket, që që ka pasë, që ka marrë Zoti s'ka. Po në kam babë. Po në kam babë. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, o ju njerëz. O ju njerëz, Allah ju së pravan. Ka qitë për ishë, të pëthuj kam të natë mirat, e kam grun, e kam qiken, e kam banese. O kry. O kry. Puni është pasinja e babës nuk është e jotja. Tamam, e babës është. Qëllë baba për shpis, hadithi për thët, mës i në qma. Edhe nëse të nëzirën, të dëbojnë, të përzanin, të largojnë, të urdhrojnë, me dalë, min ehlike o malike, prej familjes tane, e prej pasionis tane. Të kesh. Elhamdulillah. Babë. Babë. Për më është i mirë baba. Elhamdulillah. Veqa inshallah se më ndohet. Baba më së të më ndohet. Unë i rijem, kalejën. Qënë pagun Allah. Fundja, kjo është urdhër i Zotit me dëru babën. Allahu na ka urdhëruar me dëru babën. Allahu na ka urdhëruar me sjell mirë ndaj babës ndaj nanës. I ka dhënë Allahu të dëron shumë, anë çka, nami nuk ka bë. Pse bën nam? Pse bën? E ka dash djalin tjetër, po që ka dash dikon bile. Po ka babë se do kërka, se do nas veten. Ka baballar që vetë se dënaj. Kërka se do këtë dynja. Se bile kur e don dikon, po alhamdulillah që bëdej ka dikon. Nash. Mos më don. Çashtu ka pijek në kry që unë qaqëllaj, unë s'po di. Çashtu ka pijek në kry. Nuk ka problem. Edhe që mos më qitë për shpis për dal vetë, vesh le tjeta e rahat, unë e dal. Që është. Tash Allah babën ta ka marrë. Unë të këtë që kitë e Zot. A ba halal, unë të këtë që kitë e Zot. Qysh nuk shka njeri në varë babës, në varë. Baba nuk des 2 herë, des 1 herë. 1 herë des. 1 herë. Babës të do të më shku, në varrim. Edhe të varri me lip halalin për zdek të babës. Për zdek me lip halalin babës, të varri. Që e të njën. Pas ka mësi më të përgjigjë. E pëndof të Allah, ta është kam vetë më pëndu të Zotë, baba shku, më pëndu të Allah, se babi e vetë.